Shkova të sillin disa sugjerime shumë të mira për të vegjëlit tuaj, por kur drejtohemi familjes, kemi shkuar tek sigurisht botimet Living për të marrë disa sugjerime, të cilat lidhen me një autore jo pak të njohur në Shqipëri. Aisha Said, kemi të bëjmë me shkrimtaren amerikano-pakistaneze, e cila ka sjell disa libra të cilët lidhen butësisht me të drejtat e njerëzit, me të drejtat e fëmijëve, edhe mbrojtja që duhet u bëhet atyre. Po diskutimin le ta ndërtojmë vetë me redaktoren Joina. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Amerikanët thonë long time no see, u bëjmë koha e parë. Dhe duhet mungon ka gjatë. Faleminderit që u riktheve. Flasim pak për dy librat, Shpëtimi i Amalit dhe Arritja e Omarit, dy filma për të vegjëlit tanë, për ju së vërtetës. Ky është i pari që kemi nxjerrë, Shpëtimi i Amalit, një libër që tregon historinë e një vajze në Pakistan. Të dy libra flasin për historinë e dy fëmijëve në Pakistan, apo jo? Po, por Arritja e Omarit është pak më gjithëpërfshirëse për fëmijët, ndërsa Amali qëndron disi më e vendosur në atmosferën dhe kulturën pakistaneze. Duke qenë se dashur pa dashur familja e saj gjendet në një borxh të madh, Amalit i duhet të punojë si shërbëtore në familjen e borxhdhënësit. Dhe kështu ka një rrugtim shumë të gjatë dhe të vështirë për të dalë nga ai qersokaku ka rënë, por gjithashtu dëshira e saj për t'u arsimuar, të cilën nuk e lë kurrë pas. Këtu përmendet Amari, që ne e gjejmë në librin e dytë, që është shoku i ngushtë i Amalit, dhe siç e përmenda pak më parë, Omari është disi më gjithëpërfshirës për të vegjëlit, duke qenë se nëse në librin e parë Amali është pak më e veçantë. Ne nuk parahasemi sot me njerëz të cilët punojnë si shërbëtor kaq të vegjël, të paktën në vendin ton. Omari gjendet në një katraur që besoj edhe ne që jemi më të rritur jemi gjendur ose gjendemi edhe në ambientet e punës. Është një ngjarje më e ngjashme me realitetin. Omari vjen nga një familje e varfër, ai fiton një bursë. Dhe ka një dëshirë të madhe për t'u arsimuar dhe për të bërë dikushi në jetë. Por nga ana tjetër ai përballet ndoshta me klasat e shoqërisë, pra me njerëz më të pasur, dhe aty është momenti ku ai duhet vendos të hesht, të bëhet pjesë e valës dhe ose të ndryshojë gjithë sistemin. Dhe Omari bën pikërisht këtë gjë. Ndryshon sistemin. Po. Në Pakistan. Po. Përveç nxënësve të tjerë që janë goxha bullizues ndaj Omarit dhe mësuesit gjithashtu dhe ndërtimi i sistemit të asaj akademisë ku ai ka shkuar është po prapë rrahur në këto ujëra. Ata përmendin gjithmonë që njerëzit që kanë bamirësi përfundojnë gjithmonë si Omari, dhe pse Omari thotë që unë studioj edhe kur ha buk, pra nuk ndahet kur nga librat, sepse e dallon atë ndryshimin që profesorët kanë midis nxënësve që kanë shkuar atje me bursë dhe ata të privilegjuarit. Por dashur pa dashur, e kuptojnë që ky sistem jo vetëm për të, po për të gjithë Omarët e tjerë nuk është i drejtë, dhe kështu krijon një peticion për të gjithë studentët e tjerë që janë gjendur në hapat e Omarit, për të ndryshuar dhe për të nderuar gjithashtu familjen e tij, që e ka ëndrrën më të madhe për t'i blerë në së vetë një shtëpi. Çfarë mesazhi i çon një fëmijë teksa e lexon? Se do të jesh pak i rritur ndonjëherë për të shkuar te kuptimi dhe kaq i thellë që ne i themi, është edhe në një shoqëri ku nuk je i barabartë, ti duhet t'i kërkosh të drejtat që do të takojnë? Patjetër që po. Të gjithë jemi gjendur edhe ne në situata të ndryshme si Omari, në punë, në shkollë apo në ambiente të ndryshme, ku atmosfera nuk ka qenë as pak mikpritëse. Dhe ashtu siç Omari na thotë që në faqen e parë që ky libër është për të gjithë Omarët, edhe ne kemi gjendur atë forcën dhe kurajën në mos vetëm nga vetja, por edhe nga të tjerët që janë gjendur në vendin tonë, apo nga ata njerëz që na kanë shtyrë që kjo gjë nuk është e drejtë, dhe kështu kemi mbledhur forcat për të ndryshuar dhe në mos ambientin edhe veten tonë. Joina, prej cilës mosh mund të lexohen këto dy libra? Besoj se këta libra janë për fëmijët e moshës plus 9 vjeç dhe deri në klasën e 9 besoj, por besoj edhe familjarët e tjerë apo adoleshentët mund t'i lexojnë sepse ka mesazhe shumë të forta, gjithashtu edhe fuqia e arsimit që përmendet në të dy librat, që si Amali edhe Omari janë shumë të lidhur me dëshirën për t'u arsimuar dhe për të mësuar, por edhe me fuqinë që fëmijët kanë ndonjëherë me shoqërinë që ata ndihmojnë edhe përkrahin njëri tjetrit për t'i bërë ballë vështirësive të ndryshme.
Unë të pyes, sepse kam patur mundësin të kem pak më herë njërin prej librave, unë kam një libër të vogël, edhe ashtu duke e lexuar unë faqe pas faqe për të treguar fuqinë edhe forcën që ka arsimi, nga ana tjetër të kuptoj sadopak për pabarazinë që ndodh në shoqëri, guximi për ngritur zërin, për të folur, sepse kështu rrisim breza ndoshta më të fortë edhe brezat që do e ndryshojnë këtë shoqëri. Aisha Said në fakt është një autore që njihet për tematikat të tilla që i trajton në librat e vet, ndoshta dhe ajo mund të jetë gjendur në situata të tilla duke qenë se është autore amerikane pakistaneze dhe në Amerikë mund të jetë hasur me bullizmin ose me vështirësitë e arsimit dhe kështu i ka. Po dëgjojmë pak nga zëri i saj në këto dy botime, apo jo? Po, në mënyrën se si përfaqësohen edhe gjithë përjetimet e saj personale. Po shkon përtej dhe funksionit të ndërtimit vetëm të dy librave, ajo me gjithçka të paktën është publikuar për punën e saj, ka dhe një strukturë të posaçme, mund të themi edhe një shoqat ku beson që shoqëria ka nevojë për libra të cilët janë diverse, janë të larmishëm dhe ka zgjedhur t'u flas fëmijëve dhe ku ka më mirë se kur e nisim edukimin që nga fëmijët. Nuk janë librat e vetëm për fëmijë, duhet ta themi, kur çdo që vjen në botimet Living ka një departament më vete. E drejtë, pavarësisht se nuk janë të shumt, ata që ne kemi janë me të vërtetë shumë të veçantë sepse përqendrohen pikërisht në tematika të tilla sociale që ndonjëherë nuk rrihen shumë në letërsinë për fëmijë, dhe një libër tjetër që unë do ta sugjeroja shumë për këtë kategori është Vllai im rend pas dinozaurëve, që në qendër ka një fëmijë të sindromës Down. Dhe nga që janë pikërisht për tematika të tilla shumë të veçanta që mund ta gjejnë veten pikërisht ata fëmijë që ndonjëherë ndihen të përjashtuar nga shoqëria, besoj se kjo i bën edhe më të veçantë këta libra nga ata të tjerët që ne kemi që janë për një kategori më të rritur. E qartë Gjojnë, ne të falenderojmë shumë. Është gjithmonë kënaqësi dhe kushdo që kërkon botime për fëmijë, por dhe dhurata që lidhen me librin, në Bookland ka një mori alternativa shumë të mira, edhe me aksesorë që i shkojnë përshtat një lexuesi shumë korrekt edhe rigoroz. Nga ana tjetër, meqense jemi në zemër të pushimeve verore dhe nëse ka diçka që s'duhet mungoj asnjëherë në atë shezlonin ton kur nuk jemi duke notuar, është një libër. Pushime zakonisht i bëjmë me familjar, me të veçlit tanë, kështu që është shumë e rëndësishme të kemi prodhime materiale, shkrime të mira që ndoshta ndikojnë në formësimin e të veçlit. Living është për gjithë familjen, kështu që sugjerimet janë të pafundme. Je gjithmonë me pritur Gjojnë dhe kemi një tjetër takim përpara se të kalojmë të gjithë drejt verës. Faleminderit. Në një shkëputje të shkurtër, kthehemi vetëm pas pak.